Vllazën dhe motra, musliman, katolik dhe ortodoks. Mbi 50.000 persona të besimeve të ndryshme fetare ishin të pranishëm më 16 nëntor 1990 në xhaminë e Plumbit në Shkodër, ku Hafiz Sabri Koçi mbajti hutben e asaj të premte, 23 vite pas mbylljes totale të objekteve të kultit nga diktatura komuniste. 35 vite më pas, në të njëjtin vend, mëftyu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari, këtë të premte mbajti një hutbë të veçantë në kuadër të përkujtimit të rikthimit të lirisë së besimit në vendin tonë. Sot jemi 35 vite pas një ngjarje të shënuar, ma e madhe ngjarje historike e kombit shqiptar gjatë këtij shekulli. Nuk gaboj nëse e them një gjatë të tillë, sepse të gjitha ngjarjet dhe historitë e kombit kanë vlerën dhe peshën e tyre, ndërsa ajo kur një popull i tanë ngrihet në kam për të ndarë nga errësira e pemohimit dhe ateizmit. Dhe ne me mesazhet e 16 nëntorit të 1990-s, por jo vetëm, punojmë dhe jetojmë për të majtë të gjallë mesazhet e zbërthetës, për të jetuar me faqe të bardhë, për të jetuar me krenarin e besimit, për të jetuar si besimtar dhe si qytetar të ndershëm e të zellshëm për të punuar të mirën në këtë tokë dhe në këtë vend e kudo që të jemi. Dhe unë pyes sot nga mimberi i xhamisë së Plumbit, dhe jo asaj xhamisë së Plumbit të 1990-s, por xhamisë së Plumbit siç meriton të jetë një simbol i islamit dhe i muslimanëve, dhe një simbol i rimkavjes islame në këtë vend, ku janë ata që flisnin dhe nxisnin kundër Zotit e kundër besimit, e për ateizmin, e për të koten, ku janë? Ndërsa ne, ja ku jemi. Ndërsa fëmijët tanë, ja ku janë. Ndërsa fëmijët e nismëtarëve të hapjes së kësaj xhamie, ja ku janë. 16 nëntor 1990 është një mesazh hyjnor që përkufizohet më së miri në një fjali të shkurtër të kryemi ftyrën tonë të madh. Të dashurit të zemrave tona, njeriu me një rrezatim të mrekullueshëm e drite në zemrën dhe fytyrën e tij Haxhi Hafiz Sabri Koçi rahmet past, i cili thoshte këtu 35 vite më përpara, dhe kjo është e incizuar dhe gjithë ju e keni dëgjuar dhe mund ta dëgjoni. Lavdi e shoftë madhit Zot, që e ruajti dashnin e vetë në zemrët tona dhe nuk na përbuzi. Shkodra, qyteti që vuajti më shumë peshën e 45 viteve diktaturë komuniste, në ditët e para të nëntorit 1990, tregoi se asnjëherë nuk ishte larguar nga Zoti, duke shërbyer si nxitje për rikthimin e lirisë së besimit në mbar Shqipërinë. Historia tregon se rreth një muaj më pas, vendi ynë hyri në fazën e tranzicionit politik nga diktatura në pluralizëm.